shkonin kontinjer. Po, që janë në Porto Romano sot. Shumë fishi këtyre janë të groposura në Elbasan. Pra, ti po thua, një sekond. Po thua që ne i kemi dhënë alarmin, që, një sekond. Kemi dhënë alarmin që kemi të kontenierët atje. Dhe ti thua që kë nuk është halli më i madh që ne kemi në Porto Romano. Tilla i kemi në Elbasan sot. Do ju bëj një paralelizëm. Kontinjer. Po, pra po. Ja po ta bëj ta çoj pak më tej. Po kuptoj se për ndoshta ta çoj edhe pak më tej, lutem. Janë sekuestruar një ark me salqiqe. Ndërkohë që fabrika e cila ka prodhuar me tonelata skarco i ka groposur tek njerëz të lidhur me kryetarin e Bashkisë Elbasan. Kjo është bast publik, shumë shpejt. Këto gjëra them, kam bindjen e plot që do dalin, janë të groposura, po ju them, dhe tjetër, në një fushë në Elbasan. Nuk më takon mua t'i bëj emra, sepse kam përshtypjen që janë objekt i njëjtimi. Janë njëjta të mbetje si ato që kemi në... Të njëjta mbetje. Për ta kuptuar, se ndoshta për ju është normaliteti dini, po ne nuk e... Dhe njërë tjetër, është shumë e thjeshtë, në logjikën e një njeriu që ka studiuar kriminologji. Nxjerrja këtyre materialeve jashtë ka qenë e detyruar, e imponuar, për shkak sepse nuk duhet ta bënin trash fare gjë. Se këto mbetje janë prodhuar me tonelata ndër vite. Dhe ne i kemi... Mirë po ka 10 vite... asgjësuar këtu. Mirë po ka 10 vite që këta zotrinj të kurumit importojnë, dhe këto janë, besoj, të dalin edhe në hetimet, importojnë produkt bazë, po themi, për produktin tyre që është qeliku, metale, mbetje, me rezatim të lartë, të cilat nuk ja merë vëndeve të lindjes asnjë shtet tjetër, i ka marrë ky zotria, i ka sjellë në Elbasan, i ka kthyer në hekura, i hekuri me rezatim ka hyrë në ndërtimet e Shqipërisë, te këto urat, te këto pallatet që ne jetojmë.